vjen kush është Dejjali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, as-salatu as-salamu ala man la nabiyya ba'da. Vazhdojmë të jemi me temat rreth tregimit për Dejjalin. Dhe kanë mbetur disa çështje deri në përfundimin e tij dhe zhdukjes së fitnes së tij, që është vrasja e tij nga profeti i Allahut Isa alayhi salam. Dhe çështja e radhës në vazhdim të çështjeve të mëparshme është shpejtësia e lëvizjes së Dejjalit në tokë. Siç e dim, Dejjali do të lëvizi gjerësisht në tokë, pra do të shkojë në çdo vend. Dhe këto udhëtimet e tij, këto zhvendosjet e tij do të jetë shumë të shpejta. Siç vjen në hadithin e profetit alayhi salatu wassalam nga Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, i tham, o i dërguari i Allahut, me çfarë shpejtësie do të lëvizi Dejjali në tokë? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, kel ghaythi istadbarathu ar-rih. Si reja që e shtyn era nga mbrapa. Si ajo re që e shtyn era e fuqishme nga mbrapa. Pra edhe pse ajo re është për masa të mëdha, mund të jetë edhe ngarkuar me shi, kur është era e fortë e shtyn shpejt atë dhe duhet lëvizja e tyre shpejt. Pra e solli këtë krahasim profeti alayhi salatu wassalam për të na treguar ne se Dejjali dhe zhvendosja e tij, lëvizja e tij nga një vend në tjetrin do të jetë e shpejtë. Dhe në këtë zhvendosje Dejjali do të shkojë në çdo vend. Nuk ka fshat dhe qytet në tokë, pra vende ku banojnë dhe janë të grumbulluar njerëz, vetë sa i do t'i shkel me këmbët e tij. Përveç Mekës dhe Medines. Siç vjen në hadithin e Temim ad-Darit, që e kemi përmendur edhe më parë, copza pjesë nga ky hadith, ku profeti alayhi salatu wasallam e tregon ndodhin që ja tregoi ky sahab, pasi i mblodhi sahabët e tij, dhe këtë hadith do ta përmendim në fund të plot, për të qenë edhe një rikujtesë e çështjeve që u përmendën më parë nga tregimi i Dejjalit. Ku Dejjali u thotë këtyre njerëzve, ndër të cilët ishte edhe Temim ad-Dari, radhiyallahu ta'ala anhu, thotë, unë do t'ju tregoj juve për veten time. Unë jam Mesihu. Dhe fjala Mesih këtu për Dejjalin, kemi thënë, ka kuptimin e nënçmimit, e cilësive të këqija, jo si tek rasti i profetit të Allahut, Isës alayhi salam, që quhej edhe, apo kishte edhe cilësi fjalën Mesih. Dhe ardhja ime është e shpejt, lejimi i shfaqjes tim është i shpejt. Dhe unë thot do të dal, kur të shfaqem, do të lëviz dhe do të zhvendosem në çdo vend të tokës. Nuk ka ndonjë vend banim, qytet apo fshat, vetë se unë do ta shkel në 40 ditë. Pra do të shkojë në çdo cep të tokës, edhe pse ajo është e madhe, për një periudhë 40 vjeçare, thot më pas përveç Mekës dhe Medines. Përveç Mekës dhe Medines, sepse thot ato janë të ndaluara për mua. Pra janë të ndaluara që unë të hyj në ato. Sa herë që unë dua dhe tentoj të hyj në njërin prej tyre, do të më dalë përpara një melek me shpatën e tij të zhveshur, pra të bërë gati për luftë. Nuk e ka në atë këllufin e saj, por e ka nxjerr dhe e ka drejtuar përpara, pra i gatshëm. Gjë që tregon gatishmërinë e këtij meleku të urdhëruar nga Allahu i lartësuar për këtë detyrë, për këtë mision, dhe vendosmërinë e tij për ta bërë këtë gjë, i cili më pengon, ka frikë Dejjali të afrohet. Dhe në çdo rrugë apo në çdo portë të saj ka melajke që e ruajnë atë, si për Mekën, ashtu edhe për Medinën. Dhe në lidhje me këtë çështje,
profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e përcjell Buhariu dhe Muslimi ka thënë, nuk ka ndonjë vend vetë se Dejjali do ta shkel, pra do të shkojnë në të. Dhe shkruarja e Dejjalit dhe hyrja e Dejjalit në çdo vend tregon në fitnen e tij të madhe. Pra që do të përfshi njerëz. Saqë shumica e banorëve të tokës do ta pasojnë Dejjalin. Jo vetëm nga pabesimtar, por do të ketë edhe musliman që duke pasuar Dejjalin do të shndrohen më pas në kufar, në pabesimtar. Pra fitnia e tij është e madhe. Përveç Mekës dhe Medinës, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, sepse nuk ka ndonjë rrugë apo porta, kjo fjala naqb, përkthehet edhe rrugë, por edhe porta, vetëse në to ka melajke safin, të rreshtuar në safe, në rreshta. Të rreshtuar, pra ka një grup të madh me lajkesh të ngarkuar nga Allahu Azza wa Jall për të ruajtur këto dy vende të shenjta dhe banorët e tyre. Gjë që tregon vlerën e Mekës dhe të Medinës. Imani në të do të mbesë deri në fund. Alhamdulillah. Me lajke të rreshtuar në safe, në rreshta që i ruajnë ato. Dhe ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në një tjetër hadith, në portat apo rrugët e Medinës ka me lajke dhe në të nuk hyn murtaja dhe as Dejjali. Në të nuk hyn murtaja dhe as Dejjali. Dhe përcillet nga Abu Bekra radhiyallahu ta'ala anhu, sahab i profetit alayhi salatu wasallam, pra jo Abu Bekri, është tjetër ky, Abu Bekra. Se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, në Medinë nuk do të hyjë frika, paniku i Dejjalit, sepse atë ditë ai do të ketë 7 porta, dhe në secilën prej tyre ka 2 melajke, ka 2 engjëj. Medinja do të ketë 7 porta hyrëse, siç ka çdo qytet rrugët hyrëse të tij, dhe në çdo portë të tyre, në çdo rrugë hyrëse të saj, ka nga dy melajke. Dhe kur vjen Dejjali, kur shfaqet, përmendëm në mësimin e kaluar se sapo të bëhet publike dalja e tij, synimi i parë i tij cili do të jetë, cili vend? Medinja. Sapo të shfaqet, synimi i tij i parë, misioni i tij i parë që kërkon ta realizojë është të hyjë në Medinë për ta shkatëruar atë me kufrin e tij. Për hap në të kufrin e tij. Dhe kjo për faktin thon dietarët, sepse profeti alayhi salatu wasallam ka cilësuar Medinën si qytet ku mblidhet dhe strahohet atë imani. Njëjtë si ajo kafsha që strahohet në folen e saj, në shtëpizën e saj. Dhe Dejjali kërkon që të hyjë edhe në këtë folet të imanit, edhe në këtë streh të imanit, ta fusi kufrin e tij. Dhe vjen, niset për afrohet në Medinë, në periferi, si vjen në hadithin e profetit alayhi salatu wasalam, vjen Dejjali në Sibha. Në Sibha. Sibha është në perëndim të malit të Uhudit. Në perëndim të malit të Uhudit, dhe nga xhamia e profetit alayhi salatu wasallam është rreth 5 kilometra. Është rreth 5 kilometra. Dikur ka qenë vendi pa banuar, ka pasur thjesht plantacione me hurma. Por me zgjerimin e qytetit, shtimin e numrit të popullsisë, ka në të banesa pra shndruar si një lagje e bashkangjitur me Medinën. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, vjen Dejjali në Sibhatul Juruf. Sibhatul Juruf. Juruf quhet vendi. Sibha ka kuptimin e tokës së shkretë, që nuk mbin gjë në të, sepse është pjesë e shkretëtirës. Dhe thamë që ndodhet në perëndim të malit të Uhudit. Dhe kush ka qenë në Medinë dhe ka parë malin e Uhudit, e ka parasysh vendodhjen e Uhudit, dhe kur themi perëndim, e ka parasysh. Pra jo përbri Uhudit fare, por pak si më mbrapa, por në perëndim të Uhudit. Dhe do të godas
do të godas kur me lajket ta pengojnë nga hyrja në Medinë, atëherë ai, duke qenë në këtë vend, do të godas çadrën e tij që e ka ngritur në këtë vend pranë Medinës, dhe kur ta bëj të gjë 3 herë do të dridhet Medina si tërmet. 3 herë do të jetë lëkundje të tokës të qytetit të Medinës, dhe kur të ndodh këto dridhje, do të dalin nga Medina çfarë janë munafik dhe pabesimtar. Çfarë janë munafik dhe pabesimtar. Dhe çfarë do të mbesë në Medinë më pas? Vetëm besimtarët. Dhe thonë dietarët, dalja e tyre nga Medina, ndër të tjera, do të jetë edhe për shkak të frikës, të dridhjeve të tokës. Pra do të mendojnë se duke dalë nga Medina do të shpëtojnë nga një shembje e mundshme dhe nga një vdekje për këtyre dridhjeve. Por do të bien në fitnën e Dejxhalit. Do të bien më pas në fitnën e Dejxhalit. Dhe ata kanë rënë për shkak të besimit, e kufrit që kanë dhe hipokrizisë. Tham se Dejxhali sapo të shfaqet do të nisë për në Medinë, do të ndalojnë me lajket, do të shkojë pranë Uhudit në këtë Sibhatul Juruf, që është pranë Uhudit. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, hatta yanzil fi nahiyatil Medinë, fi nahiyatil Medinë, derisa të vi pranë Medinës. Dhe ndërsa mali Uhudit, si thot profeti alayhi salatu wasallam, hatta yanzil dubura Uhud, do të vi pas Uhudit, do të vendoset pas Uhudit. Vetë mali Uhudit është 4 kilometra larg nga Medina. Dhe sa do të qëndroj Dejxhali në tokë? Përpara kësaj, kur Dejxhali të mos hyjë dot në Medinë dhe të shkojë në këtë vend dhe ta dridh Medinën me anë të goditjes që t'i bëj çadrës së tij, thot profeti sallallahu alaihi wasallam se me lajket do ta kthejnë atë për në drejtim të Shamit. Pra si ai që duan ta largojnë sa më larg këtë njeri nga Medina, dhe ai do të shkojë atje në Sham dhe atje do të vritet. Dhe kemi thënë që Shami përfshin Sirin në kufit e sotëm, Sirin, Jordanin, Libanin, Palestinën, kjo quhet Sham. Dhe duke qenë se fitnja e Dejxhalit ishte e madhe dhe sahabët i trembeshin kësaj fitneje, dhe profeti alayhis salam ja kishte sqaruar shumë mirë edhe detaje rreth Dejxhalit, e pyesnin sahabët profetin alayhis salatu wassalam, siç vjen në hadithin e Nawas bin Sam'anit radhiyallahu ta'ala anhu, që thotë: o i dërguari i Allahut, sa do të qëndroj Dejxhali në tokë? Pra sa kohë do të qëndroj Dejxhali në tokë? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam 40 yawman, 40 ditë. Por çfarë tha më pas? Yawmun ka sana, një ditë do të jetë sa një vit. O yawmun ka shahr, një ditë tjetër sa një muaj. O yawmun ka jumu'a, një ditë sa xhumaa, kuptimi një javë. Një javë. Wasairi ayamihi ka ayamikum, dhe ditët e tjera të mbetura si ditët e zakonshme për ju. Pra dita e parë, një ditë sa një vit, një ditë sa një muaj, dita tjetër sa një javë, dhe ditët e mbetura nga këto 40 ditë si ditët e zakonshme. Dhe i thanë: o i dërguari i Allahut, kur dita të jetë sa një vit, a na mjafton neve namazi një dite? Pra të falim vetëm 5 namaze në këtë ditë që do të jetë gjatë sa një vit? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam: la uqduru la qadra, jo, përcaktojeni në të. Përcaktojeni kohën në të, pra faluni sa një vit, dhe jo sa një ditë. E qartë? Thot Ibn Kathir rahimahullah, kjo periudhë e qëndrimit të Dejxhalit në bazë të këtij hadithi të profetit alayhis salatu wassalam, një ditë sa një vit, sa një muaj, sa një javë dhe sa ditët e tjera zakonshme, thotë është e barabartë me një vit, 2 muaj dhe 2 muaj e gjysmë. Pra koha
e qëndrimit të Dejjalit është në tokë 1 vit e 2 muaj e gjysmë. Koha e gjatë, shumë e gjatë, duke pasur parasysh fitnën e rrezikshme dhe të madhe të tij, për shkak të atyre veçorive dhe gjërave të jashtëzakonshme që i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Dhe pse është e madhe fitnja e Dejjalit? Është e madhe sepse, siç kemi thënë, ai do të vijë me gjëra të rralla, të jashtëzakonshme për njerëzit. Do të vijë dhe me vete do të ketë 2 lumenj. Njëri në sytë e njerëzve është ujë i bardhë, dhe tjetri në sytë e njerëzve është zjarr flakërues. Është zjarr flakërues. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, unë e di shumë mirë se me çfarë do të vi apo çfarë do të sjellë Dejjali. Ai do të vi duke pasur 2 lumenj. Njëri prej tyre në sytë e njerëzve është ujë i bardhë, dhe tjetri në sytë e njerëzve është zjarr flakërues. Pra do të jenë realisht të tillë. Ujë dhe zjarr, lumenj. Por ai që të duret në sytë tanë zjarr, ai është ujë. Dhe ai që të duret në sytë tanë ujë, ai është zjarr. Dhe nga fitnja e Dejjalit apo nga gjërat e jashtëzakonshme është, siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam, se do ta urdhëroj qiellin të lëshoj shi dhe qielli do të lëshoj shi. Do ta urdhëroj tokën të gjelbërohet, të lulëzohet dhe ajo do të bëhet e tillë. Dhe hadithi është tek Muslimi. Dhe njerëzit kur të shohin të gjëra do ta besojnë atë. Në thirrjen dhe pretendimin e tij, fillimisht Dejjali do të visi si udhëheqës. Nuk do të deklaroj që në fillim që është Zoti. Por më pas do ta shtoj gënjeshtërën e tij duke thënë jam pejgamber. Dhe më pas do ta shtoj gënjeshtërën e tij duke shkuar në ekstrem, duke thënë jam vetë Zoti. Allahu na ruaj. E megjithatë, edhe pse gënjeshtra e tij është kaq e madhe dhe e tepër e kuptueshme për çdo besimtar, prap fitnja e tij mbetet tepër e rrezikshme. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij, Dejjali do të vi njerëzve dhe do t'i ftojë ata tek ai pra në adhurimin e tij, në besimin se ai është Zoti. Dhe njerëzit do ta besojnë dhe do t'i përgjigjen atij. Prandaj ai, si për t'i shpërblyer ata, do të urdhëroj qiellin që të lëshoj shi, do të bjerë shi. Do të urdhëroj tokën që të gjelbërohet, do të gjelbërohet. Dhe kur të kthehet tek të njëjtët njerëz në mbrëmje, pra ka qenë një herë në mëngjes, dhe thamë se ai do të lëvizë shumë shpejt në tokë, kur të kthehet përsëri në mbrëmje tek të njëjtët njerëz, do të shohet se baktitë e tyre janë me gjijë të varur nga sasia e madhe e qumshit dhe me hije të zgjeruara, pra janë shëndoshur. Dhe kjo nga fitnja e Dejjalit. Ndërsa ata të cilët nuk e besojnë Dejjalin, si do të jetë gjendja e tyre? Pra gjendja e tyre që e pasojnë Dejjalin dhe e besojnë dhe adhurojnë atë, është se do të jenë në mirëqenie, në bollëk, në pasuri. Nuk do të jenë më halle ekonomike. Po gjendja e tyre të cilët janë besimtarë të vërtet, do të rezistojnë, nuk do t'i binden, nuk do t'a pasojnë, nuk do t'a besojnë Dejjalin. Thot për ta profeti sallallahu alaihi wasallam, pastaj do të shkojë te disa njerëz të tjerë, do t'i ftojë edhe ata. Pra siç bëri me të parë, por ata do ta refuzojnë. Dhe ai do të largohet prej tyre, dhe ata do t'i prejtë thatësira e madhe. Dhe nuk do të kenë asgjë prej pasurisë. Pra çfarë kanë pasur prej kafshëve, do të ngordhin nga thatësira e madhe. Çfarë kanë pasur prej begative të tjera, do të mbarojnë, do të zveniten, nuk do të kenë më. Pra do të përjetojnë situatë vështirë, fitne nga Allahu i lartësuar. Dhe një tjetër gjë e jashtëzakonshme që
do të shfaqet me Dejjalin është se pasuritë e fshehura në tokë, të pazbuluara akoma, thesare të ndryshme e tjerë, apo minerale çfarë mund të jenë, do ta ndjekin atë. Në një mënyrë të çuditshme, siç thot në hadithin e tij profeti sallallahu alaihi wasallam, thot, do të kaloj Dejjali pra një toke të shtrehtë me gërmadha. Pra tokë që jeton njëri. Dhe do t'i thot asaj, nxirri thesaret e tua. Kujt tokës, do të urdhëroj tokën. Dhe ajo do t'i nxjerrë thesaret e saj dhe ato, pra pasuritë që do të dalin atje tokë, do ta nxjerrin atë siç ndiqen të parët udhëhesit e bletëve. Siç e ndjet bleta, tufa e bletëve, prisin e saj, të parin e saj, njëjtë edhe këto pasuri do t'i shkojnë mbrapa Dejjalit. Gjë e jashtëzakonshme, apo jo? Prandaj fitnia e tij do të jetë e madhe, Allahu na ruaj. Dhe gjithashtu nga gjërat e jashtëzakonshme që e shtojnë rrezikun e fitnes së Dejjalit, është se Dejjali do të kërkojë të sjellë një njeri të bëshëm, të ri, të fuqishëm, pra me trup të bëshëm, i ri në mosh, i fuqishëm, dhe do të ndaj atë në dy pjesë me shpatë. Do të ndaj këtë njerim në dy pjesë me shpatë. Dhe sjell një shembull profeti alayhi salatu wassalam. Pra, duke i ndarë këto pjesë dhe duke shkëputur, duke u larguar këto pjesë nga njëra tjetra, sjell një term që përmban dy kuptime. Një nga ato dy kuptimet është që njëjtë saç është shigjeta që del nga harku për të goditur objektivin, gjahun. Pra nuk është pranë, por ka distancë. Sepse nuk mund t'i afrosh gjahut. Pra ka distancë. Njëjtë edhe Dejjali, kur të bëj të lloj ndarje të trupit të këtij njeriu me shpatë, në këtë mënyrë do të largohen të dy pjesë të trupit. Një tjetër interpretim që japin dietarët është se ka për qëllim të tregojë shpejtësinë dhe saktësinë dhe shpejtësinë e ndarjes. Pra edhe pse është trupi i bëshëm, i ri, ka kockat e veta, forca e Dejjalit do të jetë atill që siç ikën shpejt shigjeta nga harku dhe godet objektivin gjahun, e njëjtë do të jetë edhe shpejtësia e ndarjes në dy pjesë me shpatë të trupit të këtij njeriu. Dhe më pas Dejjali do ta therras përsëri këtë njeri dhe duke qeshur me fytyrë të qeshur, pra për atë pompozitetin e tij. Tjetër çështje cila është urtësia e fitnes së Dejjalit? Pse Allahu subhanahu wa taala i dha këtij njeriu këto veçori, këto gjëra të rralla, dhe pse kërkon t'i sprovoj robërit në fund të kohës me këtë lloj fitne, dhe të më thënë se fitnia e Dejjalit është fitnia më e madhe e njerëzimit. Siç vjen në hadithin e profetit alayhi salatu wasallam, nuk ka çështje më të rëndë, më të madhe që nga krijimi i Ademit e deri në kiamet se sa Dejjali tha. Deri më përmendur këtë hadith. Vjen hadithi Mughira ibn Shu'ba, i cili ka thënë nuk ka ndërkënd nga sahabët që e ka pyetur profetin alayhi salatu wasallam për Dejjalin më shumë se sa unë. Më shumë se sa unë. Dhe një herë i thash, o i dërguari i Allahut, ata, pra sahabët që kanë dëgjuar hadithin nga ty, thonë se Dejjali do të vi me male që janë bukë dhe mish. Pasuri, apo jo? Kjo është ushqim kryesor për njeriu. Me bukë dhe mish, që tregon mirëqenie, apo bollëk që do të ketë
ai dhe me lum nga ujë, tha profeti sallallahu alaihi wasallam në vazhdim të hadithit të tij, tha ai Dejjali është më i pavlerë tek Allahu se kaq. Pra se këto gjëra të jashtëzakonshme që do të vi. Cili është kuptimi? Ai është më i pavlerë tek Allahu se kaq. Thon dietarët, kuptimi është se letësoja vetes këtë çështje dhe mos mendo gjatë rreth kësaj. Dhe as mos u merakos, sepse Dejjali është më i pavlerë për Allahun se sa të mund ta bëj që të mashtroj besimtarët me ato që ka. Pra me të vërtet fitnja ti është e madhe, por ai dhe me ato që do të vijë ai për çuditërave janë pa vlerë tek Allahu dhe s'mund t'i japi Allahu vlerë këtyre gjërave për të ndikuar tek besimtari i vërtet, i fortë, i sinqert, i vendosur që të bjerë në fitnën e tij. Por thon, ajo është një sprovë për njerëzit, që ata që besojnë të shtojnë besimin e tyre. Kur shohin shfaqjen e Dejjalit dhe çudirat me të, ndërsa ata që dyshojnë në Allahun dhe të dërguarin e tij, të shtohet atyre dyshimi dhe pasiguria dhe kështu të bien në këtë fitnë. Dhe çfarë gjykimi ka pasimi i Dejjalit? Dhe kjo është e rëndësishme vëllezër, si çështje. Kjo është e rëndësishme. Pse? Duhet dim se nuk lejohet pasimi i Dejjalit, është krejtësisht e ndaluar. Nuk lejohet pasimi i tij me trup, as me gjuhë ta shfaqësh, për krajin e tij, edhe nëse zemra jote është e bindur që ky është gënjeshtar. Nuk lejohet. Pra nuk lejohet ajo që quhet etukje. Pra në rastet frikës, apo çështje të tjera, të dëmtimeve të mëdha, qoftë jetës apo diçka tjetër, që të shfaqësh mosbesim. Siç lejohet kjo gjë në fe, siç është në ngjarjen e Ammar bin Yasirit dhe pak a shumë e dim të gjithë të gjë. Por në rastin e Dejjalit, nëse diku nuk lejohet, thon dietarët, pasimi i tij. Nuk lejohet për kraja e tij qoftë edhe me gjuhë, edhe pse nuk shoqërohesh me të. Sepse thon argumentet që vijnë për ndalimin e shoqërimit me të, shkuarjes tek ai, ndjekjes së tij janë të përgjithshme dhe nuk bëjnë përjashtim. Cilët janë njerëzit apo kundërshtarët më të fortë të Dejjalit? Besimtarët. Po cilët besimtarë? Cili grup i besimtarëve është kundërshtari më i fortë? Dhe Dejjali ka më tepër frikë ata. Janë besimtarët nga fisi Benu Temim, fis arab i njohur, i madh, i lashtë. Fis arab i lashtë. Si vjen në hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu ta'ala anhu, thotë se i dua Benu Temimët, pra antarët e këtij fisi, që kur dëgjova nga profeti i Allahut sallallahu alaihi wasallam të thonte për ta 3 gjëra. E para që përmendi është se ata janë kundërshtarët dhe armiqt më të fortë, më të egër kundra Dejjalit. Dhe Dejjali është armiti i çdo besimtari, armiti i Allahut, i të dërguarit e tij dhe i të gjithë besimtarëve. Dhe kur një herë erdhën zakatet e tyre, pra erdhën në Medinë zakatet e tyre, nga ata që ishin ngarkuar për mbledhur zakatin, profeti sallallahu alaihi wasallam tha, ky është zakati i njerëzve tan. Pra i quajti të afërt, nga dashuria që kishte profeti alayhi salatu wasallam për ta. Dhe një herë kur Aisha radhiyallahu ta'ala anha kishte robër apo slevër nga Benu Temimët, profeti alayhi salatu wasallam i tha, liroja ata, sepse janë nga bijtë e Ismailit. Profetit e Allahut, Ismailit alayhi salam, pra i kanë vlerë Benu Temimët. Cilat janë shkaqet që na ndihmojnë
që të mos bijmë në fitnën e Dejjalit. Si mund të shpëtojmë nga fitnja e tij, Allahu na ruaj, ne dhe pasardhët e Sejtanit. Ndër shkaqet që përmendin dietarët është kapja fort pas Islamit. Parimeve të kësaj feje, bazave, themeleve të kësaj feje. Ta armatosësh veten tënde me iman, pra të fuqizosh imanin tënd, të përpiqesh të kesh një iman, një devotshmëri sa më të madhe ndaj Allahut të lartësuar. Të njohësh emrat dhe cilësitë e Zotit. Sepse profeti alayhis salatu wasallam na tregoi neve një shenjë fizike të Dejjalit, dhe që në fizikun e tij, në imazhin e tij, ku njëri sy i tij është krejtësisht i mbyllur dhe tjetri është i mangët. Pra është një sysh. Dhe atë sy që ka që sheh prap nuk e ka të saktë. Dhe tha profeti alayhis salatu wasallam, dhe Zoti juaj nuk është i verbër. Por ardhën kupton që e rënd. Trupa të shumt të vrarë në këtë betejë të madhe. Dhe ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, ka treguar në hadithin e tij se në ato kohë komanda e ushtrisë muslimane do të jetë në Damask dhe më konkretisht në Ghuta, një rrethinë në juglindje të Damaskut, në Ghuta, e cila sot është si një qytet. Dhe në vitin 2013 aty është bërë një masakër. Në 2013-ën, një masakër ku ish presidenti, kriminali Assad, Allahu i dhënë atë që meriton dhe e bëf shembull për çdo zullumqar dhe kriminal ndaj muslimanëve, bëri një bombardim me një lëndë kimike sarin, agent nervor sarin, që shkaktonte vdekjen duke u marrë frymën njerëzve. Dhe vdiqën rreth 1400 civil, pjesa më e madhe prej tyre fëmijë. Allahu i mëshiroft dhe u dhënë shpërblimet më të mëdha dhe u lartësov gradat për atë mundim që hoqën. Dhe betejë pra, kemi thënë që do të zhvillohet pranë qytetit të Halebit. Dhe do të jetë 4 ditë. Dhe koha e pushimit do të jetë vetëm nata për secilën palë. Dhe në fund do të përfundoj me shkatrimin total të krishterëve. Dhe përfundimin e çdo konflikti ushtarak ndërmjet muslimanëve dhe të krishterëve. Pala Allahut të lartësuar, i tharët e të vërtetës, besimtarët e vërtet monoteistë me tauhid, do të fitojnë në këtë betejë që nuk ka parë historia si ajo. Dhe pas sa betejë të madhe, do të ndodhë një tjetër ngjarje e rëndësishme dhe e madhe, që është çlirimi i së dyti i Konstantinopolës. Për këtë inshallah dhe ngjarjet e tjera do të flasim natën e ardhshme me lejen e Allahut Azza wa Jall. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.